Autoritetet më të larta të pushtetit vendor dhe politikës morën pjesë në pritjen e shtruar me rastin e Kurban Bajramit këtë të mërkur nga komuniteti musliman i Vlorës. Ata uruan drejtuesit e myftinisë për sa më shumë paqe, dashuri, ndërsa përcollën mesazhet e tyre edhe për të gjithë besimtarët dhe qytetarët. Autoritetet dhe përfaqësues të politikës e cilësuan Kurban Bajramin si një ndër momentet më të rëndësishme për reflektim, solidaritet dhe dashuri. Patëm kënaqësinë nga myftinia të përcjellim sot urimet më të përzemta për të gjithë besimtarët. Uroj të gjithë besimtarët musliman dhe gjithë popullin shqiptar në veçanti një fest të shenjtë që të sjellë paqe, harmoni, begati dhe mbi gjitha solidaritet. Është një ditë e shënuar për të gjithë besimtarët musliman, ku sot shprehet besimi tek Zoti dhe sakrifica për atë besim. Njëkohësisht në këtë ditë nuk ndahen vetëm ato ushqimet apo mishi apo kurbani që bëhet, po ndahet edhe dashuria edhe miqësia me njëri tjetrin. Ju uroj të gjithë besimtarëve musliman kudo që janë, gëzuar këtë fest, të kenë mirësi, dashuri për njëri tjetrin, edhe respekt edhe besim tek Zoti. Atëherë sot së bashku me kolegët e Partisë Demokratike i uruam gëzuar drejtuesve të myftinisë edhe nëpërmjet myftiut Zotit Hoxhallaku të gjithë besimtarëve musliman gëzuar Kurban Bajramin. Ashtu siç edhe historia e profetit Ibrahim mëson që sakrifica në fund shpërblehet, nuk është vetëm sakrifica materiale, për cilën do duhet që gjithë edhe ne, si pjesë e shoqërisë dhe komunitetit edhe e politikbërjes, do duhet që të sakrifikojmë për të mirën dhe mirëqenien e të gjithë qytetarëve tanë. Edhe njërë duke uruar të gjithëve gëzuar dhe mbarësi dhe plot tryezat e gjithë vlonjatëve dhe të gjithë muslimanëve dhe të gjithë shqiptarëve. Ju faleminderit. Në këtë ditë shënuar të festës së Kurban Bajramit, uroj të gjithë muslimanët, të gjithë shqiptarët gëzuar, paqe, prosperitet në familjet e tyre dhe sa më shumë begati dhe harmoni me njëri tjetrin për gjithë shqiptarët dhe të gjithë vlonjatët. Ju uroj të gjithë qytetarëve të Vlorës, të gjithë qytetarëve të Shqipërisë, të gjithë banorëve, përfaqësuesit e komunitetit musliman, gëzuar Bajramin, begatia, paqja dhe harmonia mbretëroft në shtëpitë tuaja, gëzuar dhe Zoti i bekoft shqiptarët dhe Shqipërinë. Sot është Kurban Bajram, është një festë e cila na kujton edhe njerëz sa e rëndësishme është falja, sakrifica, ndarja me njerëzit më pak të mundur edhe dhënia një dore për ndihmë në nevojë. Një ditë të cilën unë do doja që të ndaj një mesazh për të qenë të përbashkuar edhe në pranë njëri tjetrit, në ditë mira edhe në ditë këqija. Një qytet i përbashkuar është një qytet që lulëzon. Në këtë ditë shënuar të Bajramit, dëshiroj që të uroj gjithë shqiptarët kudo që janë, gjithë besimtarët musliman dhe jo musliman, sepse bashkëtesa fetare në Shqipëri është shumë e theksuar, gëzuar të gjithëve, gëzuar myftiut, stafit myftinisë dhe të gjithë vlonjatëve kudo që janë. Qoftë një vit i mbar i begat për çdo familje. Jemi sot pra myftinisë për t'i uruar ditën e shënuar të Bajramit, gëzuar Kurban Bajramin, qoftë një ditë e bekuar për gjithë shqiptarët dhe qytetarët e Vlorës, paqja, harmonia, dashuria mbi zotroft në çdo familje. Myfti, faleminderit dhe mbarësi. Faleminderit. Urojmë për shumë vjet gëzuar festën e Kurban Bajramit, qoftë kjo festë e sakrificës, e solidaritetit, e paqes dhe harmonisë, vërtet ashtu siç Zoti e thot atë, gëzuar nga mot Myfti. Faleminderit.